të grabitura, të shkelmuar, të përzëna në mënyrën më të egër nga njeriu që është bërë simbol i diktatorit të Venezuelës dhe që quhet tashmë në të gjitha kontinentet Ramaduro. Miq, në trashëgimin ton të lirisë, sot ne kremtojmë një datë ndër më të shënuarat, 35 vjetorin e hapjes e botimit të gazetës parë opozitare pas 45 vitesh monizëm total. Kjo në vërtet është festa jo e një gazete, është festa e pluralizmit mendimit, është festa e fjalës së lirë, është festa e jetës, e cila pa fjalën e lirë është një jetë shkredetir, një jetë pa dinjitet. Ndaj dhe unë duhet të shpreh nderimin tim më të madh, respektin më të thellë për të gjithë ata të cilët 35 vite më parë, me natën e 5 janarit, bën të mundur publikimin e gazetës Rilindja Demokratike, si zëdhënëse e fjalës së lirë, si gazetë e interesit kombëtar, e vokacionit perëndimor të kombit tonë. Të dashur miq, sot ne kremtojmë të datë në kushte kur fjala e lirë, mendimi i lirë janë më të dhunuara se kur në 35 vite, në një kohë kur mediat e kontrolluara nga qeveria janë shtruar instrumentet të mafjes së fjalës së lirë, të plaçkitjes tuaj, të mashtrimit të qytetarëve, janë shtruar në zëdhënëse të krimit qeveritar dhe organizatave kriminale qeveritare, karteleve drogës, organizatave kriminale të shqiptare. Kur ndonjëherë kartel të drogës, organizatat kriminale nuk kanë patur në dorë sa të kanë sot në Shqipëri serialin e medjave të kontrolluara prej tyre. Këto media çdo ditë shpërndajnë me valët, me portalet, me shkrimet, me ekranet, me studiot, mashtrime, manipulime dhe trillime për qytetarët shqiptar. Një lloj si në diktaturat më të zeza, direkt apo indirekt, glorifikojnë të keqen, justifikojnë të keqen, zulmojnë të keqen. Por sot, përsëri, në panoramën mediatike shqiptare, ka gazetare dhe gazetar trima e guximtar, të cilët bëjnë gjithçka në kushtet merrsisht të vështira, të paguar dhe të papaguar, t'ju thonë ju të vërtetën, bëjnë çdo gjë, të hetojnë krimet e shëmtuara të qeverisë dhe organizatave të saj. Ndaj dhe le t'u shprehim ne nderimin më të madh atyre për punën që bëjnë, për të gjithë ata gazetar, ata analist që me sakrifica, me guxim, shprehin të vërtetat e hidhurat këtij regjimi. I garantoj ata sot në këtë ditë se programi i Partisë Demokratike ka në themel lirinë e fjalës, dinjitetin e tyre, lirinë e mendimit.
Miq, viti 2026 ngjason shumë në histori me vitin e rrëzimit të diktaturave komuniste njëra pas tjetrës. Sot, diktaturat më të përhapura janë narkodiktaturat dhe autokracitë elektorale. Lavdi Zotit, ushtria amerikane, qeveria e Shteteve të Bashkuara në një operacion më të përsosurin në histori, arrestuan dhe nxorën sot para gjyqin Ramaduron e Venezuelës apo Maduron e Venezuelës. Mediat e majta të kontrolluara nga qeveria në Shqipëri, nga mëngjesi gjerin dark, u bien borive se u shkel sovraniteti, se kjo shkeli ligjin ndërkombëtar. Miq, dhunuesit më të mëdhenj të sovranitetit të kombeve, dhunuesit më të mëdhenj të ligjit kombëtar dhe ndërkombëtar, janë diktatorë dhe diktaturat. Rrëzimi i tyre është respekti më i madh për ligjin ndërkombëtar, ligjin kombëtar, për qytetarët e vendeve të shtypura. Nuk ka sovranitet vendi në të cilin zgjedhjet zëvendësohen me farsë elektorale. Narkodiktatori apo diktatori që shton zgjedhjet në farsë, shkelmon dhe asgjëson sovranitet e kombit të tij. Ai nuk meriton një ditë të qëndrojë në pushtet. Presidenti Trump nga gjetgjër sot ka përsëritur se ti Maduro je i pari, të tjerë do vinë mas teje. Dhe u ka dërguar mesazhe njëri pas tjetrit. E vërteta është se ky akt solli ngritës të madhe të merë terror dhe ferr në Surrel. Edi Rama ngriu, e ky që dje podcastin e tij mashtrojmë, se çeli një fjalë goje, publikoj një artikull me emrin e 2 mashtruesve ordiner të tij, Endri Kajsiu, në të cilin thoshte, jo, mos kujtoni se jam Maduro, sepse Shqipëria nuk ka naftë sa Venezuela, sepse Shqipëria kështu ashtu, tani u them unë ju. Pse ky është Maduro? Pse ky është Maduro? Sepse ky, një lloj si Maduro, ka shtruar zgjedhjet e farsë elektorale, mandatet e tij qëndrojnë mbi krimin, ka marrë mandatet opozitës. Ky është një lloj si Maduro, sepse ky është i lidhur direkt me kartelet më të fuqishme të drogës në Europë. Ky kontrollon me françopjat e tij çmimin e kokainës dhe tregun e saj në Europë. Ky është sa Maduro për shqiptarët, sepse nëse Maduro ka përzar nga vendi i tij 20% të popullatës me varfëri dhe mjerim, Maduro ka përzar nga Shqipëria 40% të popullatës. Ky është më keq se Maduro, sepse nëse Maduro preferon të dha pijet e forta, ky preferon verat 33.000 euro shishën. Imagjinoni ju,
imagjinoni se ç'është ky. Dhe me lindat e tij vjedh qindra milion euro nga akshi. I zhduk ato në drejtime krejt të paditur. Në qoftë se Sicilia e Maduros mirë të taksa për avion të drogës, Olsira i Maduros instalon të fabrikën e parë të drogës në Xibrak. Miq, a e kuptoni pra pse thoshte ky sot dje në artikull, mos kujtoni se jam Ramaduro, mos kujtoni se jam Maduro. Jo, je Ramaduro. Natyrisht, do t'i them këtu se ne nuk presim që forcat Delta të zbarkojnë në Surrel, se do zbarkojnë Deltat tonë. Ja ku i kemi Deltat që do zbarkojnë në Surrel. Ja këtu i ke Deltat ram. Këta Delta që ke këtu përpara pritin Surrel sa po të marrin urdhrin. Atje do i kesh. Por një gjë, një lloj si Maduron, edhe ti në sallën e gjyqit do përfundosh. Bashkë me lindat, Belit, Lubit dhe të gjithë suitën tënde. Për këtë e siguroj. Pra, kjo është një vit i madh për ne. Kjo është viti në cilin ne do triumfojmë. Populli opozitar do triumfojë. Shqiptarët me dinjitet do të përmbysin diktaturën e shëmtuar të urryer që u instaluan mbi ta, dhe përsëri do të jenë një popull i lirë. Me energjitë e tyre do ndërtojnë tasmen, të sotmen dhe tasmen e tyre. Edhe një herë gëzuar vit në ri.